Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit të përsëri Shkodër për të përcjellë një kollos tjetër të futbollit shkodran, si Paulin Ndoja i Madh. Sot është një ditë e trisht, një ditë që kemi një humbje të madhe, kemi humbur një nga futbollistët me më shumë kontribute në futbollin shkodran dhe atë shqiptar, Paulin Ndojën. Kemi humbur një mik të mirë, një shok të mirë, një familjar të mirë, njeri shumë i respektuar në ambientet futbollistike, jo vetëm të Shkodër, por edhe në vende të tjera ku ka kontribuar si trajner dhe në gjithë Shqipërinë. Fatkeqësisht ne po humbim atë plejadën e shkëlqyer të futbollistëve shkodran nga që kanë kontribuar si Paulin Ndoja dhe gjithë brezi i tij. Personalisht kam pas njohje të afërta me Paulin, kam pas një respekt të madh për të, ka qenë një njeri paqësor, një njeri që ka përcjell vetëm mesazhe pozitive gjatë gjithë jetës së tij, do ta kujtoj me respekt gjatë gjithë kohës Paulinin si shok dhe si mik. Me këtë rast, në këtë ditë të trisht, unë dua t'i shpreh ngushëllimet e mia par familjes Paulinit, i gjithë komunitetit futbollistik shkodran dhe atij shqiptar, klubit Vllaznia, dhe u preh në paqë Paulini. Dhe ta kujtojmë gjithmonë ashtu siç ai ka kontribuar në jetën e tij. Kujtimi i fundit me Paulin Ndojën, zotë Duka. Realisht ka disa ditë apo më shumë se ditë që nuk jam takuar fizikisht me Paulin, po siç e thash, gjithmonë kujtimet kanë qenë pozitive. Njëri pozitiv, ju të gjithë jeni dëshmitar të pozitivitetit të tij. Unë kurrë nuk e kam parë atë me një gjuhë le të themi negative këshitjere, por gjithmonë me mesazhe pozitive. Dhe kështu e kujtoj gjithmonë. Faruk Sedini, një nga veteranët e nderuar të futbollit shqiptar, kryesisht me Dinamon e Tiranës, por edhe një kundërshtar dhe për mik në fushën e lojës dhe jashtë fushës së lojës për Paulin Ndojën e Madh. Unë do të thoshe që humbja e Paulinit është një humbje e madhe. Sigurisht për familjen, për ne, shokët dhe bashkëkohësit e tij, për futbollin shqiptar dhe për gjithë Shkodrën. Paulini, megjithëse me 7, një dikush do ta mendonte që nuk është për portier, se nuk hynte tek portierët e gjatë, por ai ishte një njeri fluturues, apo një portier fluturues që i thonin ne, ku ishim të ri. Kështu që ai e kompensoi atë shtatin që se kishte, po them, në atë lartësinë e një portierit klasik, e kompensoi me inteligjencën, me zgjuarsinë, edhe me dhuntin që i kishte dhënë Zoti për të bërë portier. Dhe mendoj që gjatë gjithë periudhën që luajti, përpos si njeri, që ishte një shok, një mik, që do ta veçoja, një mik i rrallë, por ishte edhe një portier që mos kishte atë për kohën thonjza, po e them fatkeqësisht, ai do të ishte pa diskutim një portier e ekipit përfaqësues. Vjen shumë keq për humbjen, edhe jam me të vërtet i impresionuar, edhe më falni për impresionin. Hysén Dedja, një ish kapiteni i Vllaznisë, por edhe një ish trajner i Vllaznisë, duke pasur në pankinë për krahati të madhin Paulin Ndoja. Ditë e vështirë sot për ta përcjellë në banesën e fundit. Shumë e vështirë. U bë disa ta herë që vim në Shkodër për rastet e tilla, për këto figura shumë të mëdha që i dhanë futbollit të Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë, duke filluar nga Zhega, Ragami, Bizi dhe janë të gjithë që kanë kontribuar, por ta ishin më të veçantë si edhe i madhi Paulin Ndoja, që është që kemi ardhur sot për te. Nuk është vetëm të kjo fillimi që ka punu me mua ose me trajnerë tjerë, si trajneri portierë, por edhe të futbolli luajtur, Paulini, me çka kam biseduar dhe sa kam njekun, kam folë me bashk luajtësit e tij, thonë që portier si Paulin Ndoja, porta shqiptare nuk njeh. Kuptohet, nuk duhet përmendi për ripetësit që pat një karrierë shumë të shkurt, për problemet që tash nuk duhet i përmend, por e plotësoi këtë karrierë me kontributin e tij, atë si thatë ju në fillim, duke servit, duke qenë trajneri portierave
për i kohë të gjatë që në 86. Pra është i pari trajner në historinë e futbollit shqiptar që është trajner i portierave në Shqipëri, me Hafizin. Dhe duke marrë pra trofe, ai përveç se ishte një specialist i mirë për portën, ishte edhe një njeri shumë i dashur, ishte një njeri që me gjithë sportiv, ai sjellte harmoninë në ekip. Sjellte harmoninë në ekip me atë dashamirësinë e tij, me humorin e tij. Megjithatë, unë duhet ta mbyll, na ka ikë një nga miqtë më të mirë të sportit dhe si njeri të Shkodrës. Faleminderit. Një nga portierat e Vazhdisë të vite, shumë i saktë në rrugën e portës, por një koleg me Poli Ndojen për shumë vite me radhë. E keni zëvendësuar shpesh në rrugën e portës. Vërtet. Sot jena mbledh me dhënë të mirë në fundit një shokë të dashur tonë, një futbollist legjendar të Portës Shkodrane. Ka ditë zjetë. Shumë e rëndë për ne me përqen një shokët tonë dashur. Me Paulinin kam kënë qysh në minin, qysh në ekipet e paratrive që jam njohë me te. Kam kënë rezervi ti, kam kënë rezerve me trit me te, po ashtu edhe me ekipin e parë të Vllaznisë. Ka kishe ndërën e malë që ti ishe rezervi ti, zëvendësuesi ti, një portierit malë, si Paulin Ndoja. Me të kemi kalu shumë vite në stërvite, në neshe, të cilët për mund të tjetë i pa harru. Paulini ishte një nga ato portierët që të bote për vedi, ndash me guximin, ndash me karakterin, ndash me lojën e tij me pritit e bukura, me akrobacitë e tija, jo më kot ashtu edhe si maça zezë. Ai u bashkua me u bën 4 mëshkëtjerët bashkë me të mëdhejt Dinxhega, Sababizin dhe Sandragomin, u bashkua dhe Paulini, 4 mëshkëtjerët e Shkodësit, mesën për jetë në kujtimet tona. Dy portierët e një brezi, si ishte bashkëpunimi juaj me Paulinin? Unë me Paulinin kam pas një marrëdhënie shumë të mirë, na respektoshim një tjetrin, edhe i më respektoshte mua, unë respektosha atë. Thash edhe herë që kam pas nerin ti jam rezervit një portierit më si Paulin Ndoja. Faleminderit. Qoftë i përjeqëm, kujtimi i tij, ngushëllimi e familjes. Vllaznisë dhe sot trajneri kombëtar të femrave të Shqipërisë Amir Grima, jeni nxënëse si direkt i Paulin Ndojës, që keni tekstuar vazhdimisht se në moshën 14 vjeçare keni dalë nga duart e tij. Po çfarë të them, të flas për Paulin Ndojen, për një emblem të sportit shqiptar, jo vetëm atij shkodran. Besoj që është e tepërt se kush nuk e njeh Paulin Ndojen. Unë jam rrit, e kam pas si prind, dhe hidhërimi është shumë i madh, por ligjet e natyrës, ligjet e jetës, këto janë. Po këtu në një moment veçantë në procesin servitor, si ishte Paulin Ndoja? Me Paulinin kena shumë kujtime, kena shumë gëzime, kena shumë hidhërime, kena gëzu bashkë, kena festu bashkë, kena hidhëru bashkë. Edhe janë të panumërta. Megjithatë, këto janë humje që nikojnë sportin në emblemen që ka pas Vllaznia, sepse nëse ne përmendim emrin Vllazni, normalisht menja shkon te këto kollosa, Zandragami, Sababizi, Paulin Ndoja, Dinxhega, këto janë që ja kanë zbukuruar emrin dhe kanë vënë një themel shumë të madh te kjo Vllazni e madhe. Dhe normalisht një dëshpërim pikëllim, të humsha një mik, të humsha një pjesë, mu me Paulinin e kam deklaruar më përpara, më ka humbur një pjesë e shpirtit, sepse kena kanë shumë të lidhur bashkë. Përmendoni që keni marrë nga Paulin Ndoja në rrugën e portës. Kam marrë shumë gjana, sepse mi ka dhënë me dashnin më të madhe, jo vetëm mu, po këtë që e ka servit, unë kam fatin e madh, që jam servit për Paulin Ndojës, e një vedin me shumë fat, dhe e falenderoj shumë me shpirt për atë që ai më ka dhënë dhe për atë që ai më ka mësuar në sport, dhe them inshallah është gjithmonë mirë me Zotin, ashtu siç ai ka pas shpirtin e bardhë. Goja amel se ai kurkush. Tani nderuar zoti Basha, shok koleg i fushës dhe jetës së përditshme me Paulin Ndojen. Iku dhe një tjetër koleg i nderuar i futbollit shkodran. Men shumë keq për jetën e tij,
por unë kam shumë kujtime me te, se kena ka një mosh, thosh, unë 7-8 muaj diferencë. Edhe qysh në vitin 62, kena kanë me paratrit, me trit, me ekipar që kena dakor. Pavlini ka kanë një në portierat që nuk mund të keq Shqipënia ma. Pavarësisht se si ishte puna e partisë më të kohë, por si portier, atë kena pas mbrojtës dytë. Nëse mu më ka ikë kundërshtar, ka dalë me Paulinin vetëm, ai ka pas për detyrë me më pushtu mu, për me kap topin. Kam kanë një rast me te, që nuk e kuj harroj kur, në Elbasan Dushka, në Elbasanit, unë 5 metrë në diferencë, unë hedhe me kryes se kapi topin, ai në rrëveshrat e si për të tanë forcen, pa vini në gjaks edhe rrën tokë. Unë të pa ka topi si edhe mrapa, mas ka hinë rjetë, ka shkuj rjetën, ku shëp pavrinë të fikt me topën të lidhen. U qu, si ka mundësi, thëmë. Rasti tjetër me Gogonin Lushnje. Hedhe me kryes se kapi, Gogoni 5 metra e njajta me te. Pra ka bënda pritje si s'mund t'i presim portierë në botë rrezik. Ishim i rast me Qemal Voglin në Durrës. Se kena pas që Lushnjë ka pas motën e ati. Edhe ra biseda i thët Pavlinit, ti e portieri më i mirë në Shqipëni. Ja i thët, më i mirë në Shqipëni jeti. Qemal Vogli i thët, ti e më i mirë se ti e mace a zesmit për topin. Edhe një ashtu ka kenë. Që me thënë për Pavlin, unë kam jetë me te. Rastet tia, ai në kena honë ma pak se tanë gola, vetëm prej portierit. Se kena pas shpinë në zetë. Mërë e manë, 17 vjeç, dzuni unë i postën, i nëseri në zorin stëll, edhe pas të në zjadanin. E s'ka pas kush me hinë post. Pa më vërësisht se ishin ta unë biografijet për njërësh, pa e ka kënë portierit për mu. Se edhe shosnin që kam pas me te, dhe i nej Gjeljuka Rifat Rusi, nuk ka portier si ai. Që me thënë për te, do të më ndaj Momenti kur morë, Basha është 72 që kur fituat kupë dhe kampionat. Momentin e nërqës tha, Zani tha, ti bani se unë një pres. Edhe një ashtu doli. Bani Zani parin, bani ata, bani Zani dytin, bani ata, të rritin e priti portieri. Një ashtë ishte. Pra, pitën kampion për kupin në Republikës, për i pavendrës e morme. Pa më vërësisht e zjati, por a i ka këllan kontribut jashtë zakonshëm. Si kur thonë për Zanin, për Dinin dhe për Savajin, kjo është i katëti. Katë muskujtjerët, me mujtë mi baj busë në stadium, ata meritojnë. Që me thënë ma tepër, se faleminderit për jush. Rauçanga, një kolegi fushës e lojës dhe mik i afërt në jetën e përdiqme të i Pavlinojës, sot momenti për cilës në banesën e fundit. Në ardhi keq që unë morë me vesh për humjen e Paulinit. Ai arriti kur që unë e Sabaj që ndodhi, ishte i lodhun, ai do të më ardhë atje, në i tha me mësajde, që jena në vend tënd, kishte dëshirë, por kalunin të mund të remu i gati banë që vdek Sabaj, edhe në rajet edhe Paulini, një portier që nuk i ka arë Shkodrës dhe divin. Unë kam ba një listë shumë për i portierave që unë Dot Tahirin nuk e kam njofë, se kam kënë shumë i vogël, por mas Dot Tahirit ka në ardha me të nutet, e ba me përmend në një 24. Si kënë nuk ka hinë kush në portë. Ka kënë një portier që ka pas synin, ka pas trimnin, ka pas egun, ka pas shoqëninë e i dashtën e i kanë shumë. Kena kalu shumë mirë me dhe në për hotelin, në për razin, me thethën. Ka kënë shumë atë, mirë po, biografia e la, po u bon Paulini edhe herë më i mirë, pa të fatin e keq, që me të mrapa, si me thanë, a i vazhdoj me trajneri me vllaznin, për disa vite me rallë, dhe arësa e la tjera. Familja atyne kanë hek ka ik një djali mirë, një burë, shork, babë, i kanë shumë, i lezet shumë. Na vjen keq, se kena kënë mëshatare, unë 2 vjetë që jam me te, edhe na ka jetë shumë muhabeti me te. A i ka kënë një portier trim, e majtë mendë në Korç, ishte thuj
këtë gishtin e madh, në Allçi lujti në Korçë. Më gjenoj edhe çfarë egët ka pasur për futbollin shkuderan. Çfarë tham tjetër, duhet shumë, duhet. Katër kollosët e futbollit shkodranë, Atë i kam Ragami, Bizi dhe Ta janë 4 kollozat më të mëdha që iken, sidomos të atëre brenda 2 vjetëve, si më thonë, se dini ka da vjetë që ka ikë, janë pa arritshëm, por gjithkush ka, për shembull, kap Zën Ragamin, ka kënë për gjutjet standarde, kap Din Zhega, i ajrit, i tokës, me kokë, Sava Bizi, i ka vun kapak, Paulin Noje nuk i vjen ma Shkodrës. Që me folë, ma tepër